Albini është penguesi vetëm I marrëdhënie me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ja, kom qef. Nie, se ki nevojë me një mor, ki nevojë me një kongresin. Dëgjom, Qa keni bojë? Si ka mundësi që përthu për herën e parë? Po jeni e keq informuar dhe nuk e keni informatën e saktë. Nuk është kongres informacione, po t'ile propaganda në debat. Është hera e parë, në historitë të Republikës Kosovës, që ne nuk kemi dialog strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mja kujtu Lizës së fundmi, kongresmeni Keith Self, në komitetin për fund jashtme në kongres. Tha se Albini është penguesi vetëm I marrëdhënie me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zoj, nëse... Mirë, ja, kom qef. Ju e keni nëzirë këtë deklaratë. Nie, se ki nevojë me një mor, ki nevojë me një kongresin. Unë e kom taku kongresinit. Ki nevojë me ndëgju. Do me thonë që fakti I fundit, kush ka thonë? Do me thonë është kongresmen, I cili përfaqëson Komitetin për punë të jashtme. Në Kongresin Amerikan. Kongresa serioze. Informacioni. Sekondat e Zoj, nuk është kongres informacioni, po t'i le propagandën në debat. Le propagandën në debat, për herë parë ne nuk kemi dialog strategjik jetë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për herë parë një kryeministër thuhet se është pengesa kryesore marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dialogu strategjik. Kur gjojë po ja far puna. Dialogu strategjik. Me Elonjën I tjetër me fol. Tregoj sot 30 sekonda dhe tu tash jam të orë e Komisionit për Politikë të Jashtme, me ditë që dialogu strategjik nuk është ndalu, është aspirat e Republikës Kosovës, cilë e kemi fillu për ditës parë. Që ashoshi, ju keni u qeverisë me Republikën e Kosovës 20 vjetë. Po, qka keni bëju? Dëgjom, qa keni bëju? Si ka mundësi që përthu për herën e parë? Zoja Shoshi. Më shumë se so Albin. Zoja Shoshi. Unë bje shumë keq. Bje shumë keq, po jeni e keq informuar dhe nuk e keni informatën e saktë. Po ashtu, kongresmeni Keith Self, janë të pahu dhe dijen këto. Mirë, po jo, le propagandën, kap ju argumenteve, le propagandën me argumente, po që shpo të folim ne.